Në shtatorën e vitit 2021, mediat asaj kohe, raportonin për një përgjigje përfundimtare që Qeveria e Republikës Kosovës i kishte dërguar Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës se nuk kishte interes për të vazhduar me programin për zhvillimin e infrastrukturës së gazit të lëngshëm natyror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2021, arsyetimet madje shkonin deri në atë pikë që nuk po bëhej fjalë për gaz amerikan. Zëvendës kryeministri i parë i Qeverisë Republikës Kosovës po thoshte që bëhet fjalë për gaz që vjen nga Azerbajxhani edhe nga Rusia, prandaj i konsideronte si, po e citoj, budallëk diskutimet që bëheshin atkohë për çështjen e gazit. 5 vite më vonë riaktualizohet e njëjta temë prej publikimit të një policy paper, një dokumentit politikave të odës ekonomike amerikane. 5 vite më vonë, sërish përgjigjja është jo, edhe arsyetimet kësaj radhe janë tjera, që qeveria kësaj radhe ka zgjedhur alternativa që janë më pak të kushtueshme edhe që ndoshta janë më fizibile për qytetarët e vendit. Ajo që po e karakterizon këtë debat, ndoshta është një diskutim, ose këtë diskutim në shoqërinë tonë është një debat i mirëfillt edhe për ballafaqim i argumenteve për edhe kundër. Realisht po konsiderohet një farë luksi që jemi në gjendje të sjellim përfaqësuesit e institucioneve të vendit në përtryeza të tilla dhe diskutojmë bashkërisht me ta edhe të shkojmë deri në fund edhe në argumentet që ata mund t'i kenë, por natyrisht edhe argumentet që ne të tjerët në këtë anë të tavelinës. Rreth gazit, desha vetëm të saktoj që gazi nuk është zavendësim i burimeve tjera të energjisë. Kjo po humbet gjatë debatit, nuk është dialog do ta zgjidhim njërin apo tjetrën. Kosova ka nevojë për gjitha burimet e mundshme të gjenerimit të energjisë, po edhe gjenerimit të energjisë në pikën e djegjes pa në industri, jo vetëm si rrymë. Gazi natyror nuk është zavendësim i burimeve tjera, është. Dhe në këtë pikë, unë them që përgjigja që japim për LNG është edhe një reflektim i asaj se sa i besojmë ne aleatit tonë më strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është trajtuar këto ditë me të drejtë nga njerëz që janë në këtë tryezë, duke filluar nga Laura Ndardani, Oda Amerikane, kjo temë edhe nga prizna e asaj që si energjia është barabartë me sigurinë nacionale, po njëkohësisht është edhe një parametër që ka tepër rëndësinë atë se si pozicionohemi ne në aspektin gjeopolitik. Ti thua është po LNG-s në këtë pikë, është në fakt një sigurim tutje i ankorimit tonë në NATO, po dhe njëkohësisht mund shkoj edhe aq lart ta them, është edhe një ndërtim i një shtyllë tjetër të sigurisë po aq rëndësishme sa dhe prezenca e KFOR-it ta themi në Kosovë. Është një mundësi tjetër për ta thelluar edhe më tepër dhe më shumë raportin tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u bërë drejt për drejt një interes që siguria jote, që zhvillimi jot të bëhet interesi drejt për drejt i tyre. Gazi nuk është destinacion final. Gazi është urë për një të ardhme e cila e lyp një infrastruktur që mundëson një lloj industrializimi e zhvillimit vendit. Mos të harrojmë, Kosova është pa ambicie sa i përket industrisë dhe zhvillimit ekonomik. Ambicjet tona fatkeqësisht janë reduktuar në, si më thon, kalimin e vitit në vit. Ambicjet tona ekonomike zhvillimore janë reduktuar në shpenzime buxhetore dhe sektori privat një mendim zhvillimor është kompletit kurën në diskutime, unë besoj kogja problematike. Para, mendoj që kur flasim për gazin, e para që duhet me folë është interkoneksioni, pra infrastruktura. Me pastaj se si e zhvillojmë atë infrastrukturën, varet edhe prej një ambicjes edhe idesë zhvillimore që e kemi. Çfarë lloj industrie, në cilat sektor, çfarë lloj energjie, ku eksportojmë, se ne ballafaqohemi edhe me një problem shtesë që kemi unë i them një Schengen gjelbërt. Çdo ditë më shumë Bashkimi Evropian është duke organizuar tregun e vet rreth parametrave që lidhen me agjendën e gjelbërt.